Në gjykatën themelore në Gjakov me 29 mars është mbajtur seanca dëgjimore ndaj 4 të akuzuarve, ku 2 personave i është caktuar masa e paraburgimit për 30 ditë me dyshimin se kanë kryer veprën vrasje e rënë në tentativë. Gasper Komani, avokat i njëjtë nga të dyshuarit, thotë se ka pasur shkelje ndaj klientit të tij. Sa i përket klientit tim, prokuria themelore në Gjakov, në dispozitivin e saj, në dispozitivin e kërkesës, nuk përmend askund që i mbrojturi apo klienti im e ka kryer një veprim i cili e inkriminon ose një veprim i cili është i dënueshëm në kodin penal të Republikës së Kosovës. Mirë po, vetëm që ju ka përmend emrin dhe ai person sot gjendet në masën e paraburgimit. Avokati Komani tha se klientit e tij duhet t'i ndërpret masa paraburgimit dhe t'i mundësohet paraqitja në polici. Unë gjykatës i kam propozuar një masë tjetër, e cila është paraqitja në stacion policor, mirë po gjykata nuk ka pasur arsyeshme që masën e propozuar nga unë dhe klienti jonë të mirët parasysh, me arsyetime të cilat i thash edhe më herët, që mundet me ndikun dëshmitar, mundet me ndikun prova, edhe pse provat janë polici, edhe pse dëshmitarët janë intervistuar, të gjitha provat dhe intervistat janë në duart e policisë. Atëherë si do të mund të ndikonte i mbrojturi? Kujtojmë se në orët e para të mëngjesit të datës 29 mars, gjatë një përleshje në një lokal ku janë përdorur dhe mjetet e prehta thik, në rrugën Gasper Karaçi në Gjakov janë lënduar 5 persona, ku 2 kanë marrë trajtim në QKUK në Prishtinë. 4 persona janë arrestuar, 2 janë në paraburgim, ndërsa 2 të tjerë janë në arrest shtëpiak.